Në kampin Ashraf 3 në Mans të Durrësit gjendja duket mjaft e qetë para ditën e kësaj të marte, ndërsa Irani është në gjendje lufte pas sulmeve izraelite dhe amerikane të së shtunës në kampin ku jetojnë rreth 3.000 anëtar të opozitës iraniane, mbizotron qetësia, siç duket dhe në pamjet filmike që sjell Durrës Lajm. Përfaqësuesit e kampit janë shprehur se opozita iraniane që ndodhet aty nuk ndihet e frikësuar nga ndonjë sulm i mundshëm nga Teherani dhe se vazhdojnë jetën normalisht. Masat e sigurisë në këtë kamp janë vetëm ato të sigurisë private dhe nuk ka masa të shtuara sigurie. Deri më tani, as autoritetet shqiptare nuk kanë dalë me një njoftim për rritjen e sigurisë në ambientet e kampit. Rajoni Ballkanit dhe veçanërisht Shqipëria janë përballur një ditë më parë me lajme nga një media nga Azerbajxhani, e cila njoftonte se Irani po shqyrtonte seriozisht mundësinë e një sulmi ushtarak ndaj kampit Ashraf 3 në Mans. Ky lajm ka marrë dhënë pasi shërbimi për shtyp i kampusit të Gardës Revolucionare Islamike ka lëshuar deklarata kërcënuese përmes kanaleve zyrtare në Telegram,